Kanë kaluar mbi 50 ditë që nga përfundimi i gjykimit ndaj ish krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hagë, ndërsa vendimi final pritet të merret brenda afatit ligjor prej 90 ditësh. Deri më tani gjyqtarëve u kanë mbetur edhe rreth 40 ditë për të shpallur verdiktin pas datës 19 maj dhe konsiderohet si afati i fundit përveç rasteve të jashtëzakonshme kur mund të ketë shtyerje deri në 60 ditë. Avokati Artan Qerkini vlerëson se provat e prokurorisë nuk përmbushin standardin e kërkuar dhe një vendim fajësie do të ishte i paqëndrueshëm. Sipas tij, dëshmitë kanë qenë të pamjaftueshme dhe shpesh jo konsistente. Duke folur për afatin e 19 majit, ai ka sqaruar se kjo datë nuk nënkupton domosdoshmërisht shpalljen e vendimit përfundimtar dhe se ekziston mundësia e shtyerjes. Në anën tjetër, kreu i OVL UÇK-s Hysni Gusati pret një akt gjykim lirues, duke thënë se të akuzuarit do të shpallen të pafajshëm dhe do të kthehen pranë familjarëve. Edhe avokati Arber Jashari ka kritikuar zvarritjen e procesit, duke theksuar se gjykata nuk duhet të shtyej më vendimin, ndonse e pranon se rezultati mbetet i paparashikueshëm për shkak të natyrës së gjykimit dhe seancave të mbyllura. Ndërkohë, ish kreu i gjykatës së apelit Hasan Shala nuk përjashton mundësinë e shtyerjes së vendimit, por vlerëson se gjykata ka pasur kohë të mjaftueshme për të vendosur. Ai gjithashtu ka shprehur shqetësimin për mënyrën e trajtimit të provave dhe ndikimet e mundshme politike në këtë proces. Vendimi përfundimtar pritet të jetë një nga më të rëndësishmit për drejtësinë dhe se çfarë do vendimi që do të merret nuk do ta dëmtojë asnjë lloj luftën e drejtë e çlirimtare të UÇK-s.